beson di këtij sistemi drejtësisë? Po pse mos më besu? Po ecim krejt. Pse më besu? Pse A di kur e kin sistem drejtësisë? Po ecim krejt. Unë më intereson çfarë shën mesazha. Ti djali ke dhënë si shumë zjarën, sonte se po të shohë si je shumë politik, a din? Ma politik se të jam, ti e konkretore e Gjilonit. Jo, çorti jot. Jam politik. Po çorti jot ja. Por ma politike e ti si ty. Ti ke ti ke orë. Pse ke ndru partit? Si subjekti politik. Ja, ti pse ke ndru partit? Unë s'kam faj. Unë jam kon vetëm në një parti tonë jetën tëme, vetëm PDK jam kon. Po ton njerëz shohin si person politik. E këtyr s'kan me të thosë ish kryetari i Gjilonit thonë, domethënë ti politik. Për mua thonë personi i cili ka mendime. Po, unë jam me krahun e luftës, nuk e mohoj. Po te bo shokit dortën po te ki militanti në PDK-s që ka qenë kryetar dege, e që ka qenë kandidat për deputet, e që e ki në gjykat kushtetuese në kryetar. Shumë diskutimin se s'kemi kohë. Peshtja e PDK-s na kemi edhe kontratat një burim. Të sistemit të drejtësisë. Mos më besu. Po zoti Mustafa, si kemi kontratat një burim. Jo, pse ka prek personale. Po si personale. Si mund se çe për caktuar. Po jo personale. A ke doli pa vajshëm? Jo personale. A ke doli pa vajshëm? A mendon që je pa vajshëm? Po. Drejtësia është në rregull pasu. Kush më di fajshëm? Mos më pason drejtësia në rregull ti ke doli. Nëse unë jam zvarrit 10 vjet. Drejtësia ka funksionuar. Në përhetim edhe në përgjykatë, edhe kam doli pa fajshëm. Kjo tregon që drejtësia është në rregull. Si e koni pa vajshëm, e doli pa vajshëm. Po të kush më di fajshëm? Kush më di fajshëm? Aktakus mund më ngrit për dyshime. Kush? Çakolidhe. Çfarë më ngrit ajo? Nuk mund më ngriti kush aktakus mund më doli pa vajshëm. Aktakuzën ku ta ngrit prokurori. Shikoj integritet, edhe shikoj dije. Nuk shkon kështu. Ai media këtu e luajnë rolin më destruktiv të mundshëm, jo të gjitha, sigurisht. Jo, një person që ka aktakus. Se i përfolin njerëzit se ka kallëzim penal, ka aktakuz, procese gjyqësore, po prite aktgjykimi. E diskutojmë në një moment tjetër se shumë e rëndësishme. Mediat janë më të këqija se të na. Armand. Sloveni çfarë po thonë mediat? S'është tema e medjave. Po si keni boloj me ta? Po. Martin Berisha në kitë top live. Po ka atje lloj media. Po ç'shko, atëre ku do më met mirë sipas logjikës. Po puna e medias është më mirë me lajme me informacione. Ato që tha Besniku për mesazha, mos më postu media atë, ha? Se s'ban. Deri sot shpallët, deri sa t'jap shtuar. Dali pa vajshëm media, ka thënë që i pa vajshëm.